Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë sekretarin tonë. Do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Bravo, vajza, bravo, pëlqem. Tani, Gjemi, se sot është dita e rikujtimeve, e kështu me radhë, gjërave që... Shkën në retrospektiv. Po gjërave që neve... Je bërë nostalgjik. Jo, si me për bërë ato çka nostalgjik, kemi po transmetuar. ne thjesht I rrim kokë gjërave që transmetojmë dhe që shpresojmë që të marrë një zgjidhje, por kur s'kan zgjidhje, ne rrim, vazhdojmë derisa ajo merr zgjidhje. Tani, nëse e mban mend, para disa kohëve ne kemi trajtuar një rast që ka të bëjë me pjesën e Koplikut, pra në fshatin Mihaj, ku mbetjet spitalore hidheshin në një vend bashkë me mbetje urbane etj. Dhe pastaj gruposten, I hidhin dhe... Po pastaj këta I gruposin në një mënyrë të çorganizuar totalisht, jo s'merreshi vesh kush I mbulon, po jo pse I kemi mbulu, jo andej, jo këtej, jo s'mbulon. Ka thënë që ekskavatori është I joni, pastaj tha jo nuk është I joni. Pastaj tha, sekond, për ç'është ekskavatori ke fjalën ti? Nuk e di kush e ka sjell atje. Për ta rikujtuar pak situatën, ndiqeni kronikën që ne kemi transmetuar para disa kohësh. Vetëm një muaj më përpara ne kemi ardhur në fshatin Mihaj të Koplikut, ku kemi denoncuar një fenomen shumë të rrezikshëm, siç është hedhja e mbetjeve spitalore në natyrë. Në atë kohë, institucionet hodhën përgjegjësinë tek njëri tjetri dhe në fakt nuk mundën të na thonë se kush I hodhi mbetjet spitalore. Ndërkohë sot në mëngjes duket se mbetjet spitalore janë tentuar të mbulohen në këtë formë. I gjithë ky pirgu që aktualisht është I mbuluar një pjesë me dhe, nuk e fsheh prezencën e mbetjeve spitalore. Pak minuta pas nesh, vinë inspektorët e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Shkodër. Po kështu kush I ka mbuluar, keni informacion? S'kemi informacione s'kemi. A duhet të mbulohen kështu? Normalisht ja. Normalisht ja. Ka mua shumë gabim dile. Nuk është e liushme, pra ka s'ma afru kërkush nuk ka kanë e liushme, po dikush e ka po. Jo atë kohës që na... Ju kur jeni lajmëruar? E na qysh jetë lajmëruar. Inspektorët vendosin shirita që ndalojnë të preken mbetjet spitalore, tashmë të mbuluara me dhe. Ndalesa tjetër inspektorëve është automjeti me të cilin janë mbuluar mbetjet, në të cilin gjendet vetëm xhupi shoferit. Po kë duhet këtë targ? Po tjetër që ma rrëkon. Po ka vëndin e targët, si kur s'kan, janë calë e njëtë shumë. Janë ato në zinxhir, tralla, po ka në gomë si regull të në kohës të kja dëndun. Unë nuk e di se jam në. Unë e di që jam kryer veprimet e janë të kryer veprimet me grup posaçëm përbashkë bashkëpunimëri si përkatëse me drejtori trajnare përkatëse me drejtori e bashkëpunisë me prokurorin.
kur mbetje të pambuluara në policia? Po s'kam se me mbulu, ato nuk mbulohen, ato janë ndaluar me mbulu. Ato janë mbetje që nuk mbulohen. Pra, unë ndaj kam ardhur këtu, se pasi e keni marrë informacion. Gjime nuk janë mbuluar. Nuk e di se janë mbuluar. Të di ti ma the. Mjeti Fadroma që është atje është e bashkisë? Është e bashkisë, po. Vetëm 10 minuta më vonë, nën kryetari i bashkisë u pendua për përgjigjen që dha. Këtë herë thotë se Fadroma nuk është e tyre dhe nuk i buluan ata mbetjet. Nuk është Fadroma jonë, jo. Të është kjo pjesa e punës Fadromë, si është mbuluar, nuk është pjesë jona. Ka marrë një mas nga anë e këmë të shkodër për bashkisë ansisë në madhe, për mos ushtimin dhe tyrash. Sepse ata kanë që kompetencë për rritin e zonë si për nga ruajtin e vendet. Ne shkuam përsëri në Miaj, në Malsinë e Madhe, në Koplik, dhe për të parë tash ç'a është bërë. Ç'a ishte bërë? Asgjë. Njësoj, vetëm se kishte një ndryshim. Nuk ishin më të mbuluara. Plerat? Po ishin kështu hapur fare tash. Mbetjet spitalore ishin të pazgjestuara? Aty. Po ekskavatori nuk ishte aty? Tani, këtu tash më rri këtu. Jo se. Se ekskavatori ishte një fakt. Po. Shkune, po ekskavatori thamë ne. Ai që i mbulonte dikur. Ai tipi që ekskavator thaj, ç'a ekskavator? Kur e ka marrë tha policia bashkiake, tha në ruajtje këtë vend, s'ka pas ekskavator. Jo. Magji. U zhduk ekskavatori ai që bënte punën? Po, është ekskavatori? S'është ekskavatori. Po ku është ekskavatori? Po nuk e dim më motor, nuk e dim më motor. Ja kanë vjedhur ekskavatorin? Se di. Do të hapim një çështje. Ose ata e kanë shit më. Problemi është që gjendja vazhdon e tmerrshme atje dhe do ta shikoni edhe vetë me sy se si domon kësaj radhe e ka marrë në ruajtje policia bashkiake. Po ruan plerat, kanë hallë se mos i marrin plerat. Mirë, po duhet të them diçka, Gjemi, sepse është shumë e rëndësishme, e kemi thënë dhe emisionin e kaluar, që është shumë e lehtë për të dalluar se kush i hedh ato mbetje spitalore. Sepse mjafton që ti ilaçeve ti shikosh barkodin dhe kupton se kush kompani i sjell. Numrat e tjetër dhe kush kompani i sjell. Dhe ti e ke krejt të identifikueshëm se kush është ajo kompani që e bën këtë masakër mjedisor. Sot kthehemi dhe e gjejmë këtë vend të rrethuar në këtë formë dhe do shkojmë sërish atje ku janë mbetjet. Rrugës duke ardhur, pam se kishte edhe një makinë të policisë bashkiake. Ajo që na bëri përshtypje është se herën e shkuar ne këtu gjetëm një ekskavator i cili kishte bërë mbulimin e mbetjeve edhe pse kjo gjë ishte ndaluar. Sot nuk e gjejmë. Për këtë do pyesim organet kompetente, sigurisht siç është prokuroria e Shkodrës, duke qenë se e ka këtë çështje në hetim, por gjithsesi shkojmë edhe një herë te vend grumbullimi i mbetjeve dhe shohim nëse ka ndonjë ndryshim. Ose ditë nati duhen ata qysh momentin që është. Eto, edhe këtu arrit. Po pse është hequr ky ekskavatori që ka qenë këtu? Jo, a shek qysh. Kush e hoqi? A hek qysh në atë momentin. Po kush e hoqi? A e ruani këtu? Nuk kena pa ma kur kena fillu na me 17, me 18, dhe më thonë s'ka kena as ekskavator, as Fadrom, as mënyrë më absolute. As një gjë. Nuk keni gjetur. Jo, po ju nuk e filluat të ruanit që atë? Na kena fillu qysh atë ditë me 17, dhe më thonë. Po atë ditë ishte ekskavatori? Jo, me 18 e ditë mrapa. Pasi u hoqë ekskavatori? Po. Një ashtu si ashtë, në më thonë atë ditë që i kena marrë, një ashtu është prapë mbulume. E kuptoj, po ekskavatori nuk e dini kush ka hequr apo i kujt ishte? Jo, nuk, në mënyrë absolute, se nuk e kam gjetë. Unë i pare kam me datën një ditë mrapa që kam bashkë bëjmë natën me një koleg temin. Ndërkohë derisa e morët ju e kishte policia e shtetit apo jo? Në ruajtje? Po, demek policia e shtetit. Është policia e shtetit, atë na lanë ne policisë bashkiake edhe qyshat ditë, dhe më thonë ditë natë e këtë punë bëjmë. Tash fillon edhe zeti se mirë, hajt, me pasojë kena, me fërmarrje, me dhime krijetën me tonë. Shërbim bolli vështira, s'po dim për çfarë. Ke pasur që të ipa një ashtu, i kena gjetë një ashtu në prapë, aty na bëjmë shërbimin, asnjë, domethënë kamion. Jo, nuk në kuptimin e asaj rujmë atë vend në ngjarjes,
Dhe sa është në proces prokurorisë prapë, se prokuroria ruani vendin e ngjarjes. sepse mund vinë edhe po s'kan lënë tash 3 muaj as kamion as janë Po ku shkojnë këto mbetjet urbane tani? Nuk i shkarkojnë më këtu? Jo, Këto mbetjet e tjera? jo. Na vesh rrallë ai kamioni e bashkisë, mos thosë ja qysh tash 3 muaj nuk kena lënë njëri as me kamion, as me ashtu privat, as me net, as në absolute. Organi të akuzës i drejtuam disa pyetje zyrtare, ku kërkuam informacion nëse është marrë një vendim nga Prokuroria e Shkodrës që vendi i ngjarjes të ruhej nga policia bashkiake. Gjithashtu pyetëm nëse mjeti me të cilin u mbuluan mbetjet duhej të hiqej nga vendi i ngjarjes apo kanë informacion se kush e hoqi. Por në përgjigjen zyrtare, ky institucion na thotë se duke qenë se janë në një proces hetimor, nuk mund të na kthejë përgjigje për asnjërin nga pyetjet e ngritura. Ajo që është faktike është se mbetjet spitalore vazhdojnë të jenë në sipërfaqe. Disa policë bashkiak të detyruar të qëndrojnë pranë tyre. E ndërkohë, mjeti që i mbuloi nuk gjendet më aty. Pra, eskavatori ka ikur në drejtim të paditur, plerat janë aty, si relike, edhe mbetjet spitalore gjithashtu. Nuk kemi akoma një përgjigje konkrete, Pa por ne... gjithë eskavatori njërë, harroshti? Po jo, do të rrim kokën. Deri sa të marrin përgjigje dhe kjo çështje të marrë një zgjidhje. Publicitet.